Po vrasja e kolonialit Krasniqi? Ajo është në një kontekst tjetër, duhet kuptojmë që ka qenë një Shqipëri e destabilizuar, ka qenë 98-a. Ahmet Krasniqi ka qenë një personazh shumë i rëndësishëm për kohën, sepse qëndronte edhe në mesin e përçarjeve të ngjarjeve që ndodhin në Kosovë. Ajo ka qenë një mbrëmje ku ai ka qenë me disa nga ish ushtarakët e kohës të Republikës Kosovës, të cilët disa ishin kthyer nga fronti dhe disa qëndronin në Tiranë. Ajo është një ngjarje që ka ndodhur në Shqipëri, ka qenë përgjegjësia e autoriteteve shqiptare për ta zbardhur, të cilët e kanë hetuar shpesh edhe atje, domethënë me shumë pak sukses. Kush ka qenë atë kohë i shikut? Fatos Klusi, ja? Edhe këtu duhet të të shpjegoj diçka. Në Shqipëri, shërbimi informativ nuk merret me aktivitete kriminale, po. Policisë, kriminale, këto gjë. Aty merret policia dhe prokuroria. Ajo gjë që duhet thënë është ajo ngjarje vërtet ka ndodhur në Tiranë, por thelbi i sherrit ka qenë diku tjetër, nuk ka qenë në Shqipëri. Dhe qëllimi ka qenë raport me atë që ndodhte. Shiko, ka ndodhur në atë javë ka ndodhur 2-3 ngjarje shumë të rënda. Është vrarë Azem Hajdari. Është sulmuar kryeministria dhe është bërë një tentativë për grushteti. Është vrarë Ahmet Krasniqi, gjitha këto gjëra kanë ndodhur në një javë 10 ditë. Dhe qëllimi ka qenë destabilizimi i Shqipërisë dhe fillimi i luftës civile në Shqipëri, që do të ishte edhe fundi definitiv i luftës Kosovës, edhe i Kosovës. Imagjino sikur në atë javë këto ngjarjet ishin përsëritur po me ngjarje tjera kriminale dhe Shqipëria të kishte përfunduar në një luftë civile. Ktu ka qenë thelbi. Unë mendoj që ata që merren me këtë gjë duhet të analizojnë pjesën juridike të ngjarjeve, pra pjesën kriminale, hetimin e gjithë këto historitë e rëndësishme të kohës, por duhet shohin edhe kontekstin kur ka ndodhur ngjarja dhe se cili ka qenë qëllimi. Shpeshherë në për intervistat e mia, miku yt Alfred Sako e ka përmend shpeshherë që Izraelit i konvenon një mini Izrael Ballkan. Domethënë ka lidhur me faktin që të jetë Kosova dhe Shqipëria e bashkuar edhe Çamëria. A beson në këtë hipotezë të tij? Shiko, Fredi bën mirë atë që bën. Është njeri i librave, është njeri i studimeve, është njeri i publikimeve. Kalon dhe në gjykimin tim kufijt në raport me ato që është realiteti dhe që Izraeli është në kontekstin që është dhe në vendin që është. Ne Ballkan na duhet një gjë tjetër. Ne na duhet një. Kur themi një mini Izrael në Ballkan, do të thonë themi një shqiptar me bashkuar në Ballkan. Shiko, mini Izrael në Ballkan do të thotë krijosh një fuqi ushtarake në Ballkan. Ne vetëm fuqi ushtarake në Ballkan që po don akoma të armatoset dhe të ketë luftë është Serbia. Ne tjerëve në Ballkan, pra mua jo se po shkoj 50 vjeç edhe domethënë gjysmën e jetës e kam kaluar, po sa vajzës të në Ballkan i duhet punë, qetësi, ekonomi, televiz pa viza, zhvillohet këtë. Kjo duhet në Ballkan. Ne na duhet Ballkani të bëhet Evropë, jo Ballkani të bëhet Izrael apo të shihet në kontekstin. Tash unë e kuptoj që këto janë gjëra që shesin shumë sepse njerëzit e ndjekin luftën e tjerë. Por unë nuk mendoj që ka ndonjëri në Izrael iden për t'u marrë me jo Çamëria, jo janë kapituj të mbyllur. Ajo që është bërë në vitet 90 në Kosovë për shkak të një revolucioni politik të nisur nga Ibrahim Rugova i ndjerë dhe të përfunduar nga Ushtria e Çlirimtare e Kosovës, nuk do të përsëritet më edhe sikur të rikthehen po të njëjtët aktorë në fushë. Ata që janë Hag bashkë me gjithë shokët e tyre kanë një meritë të jashtëzakonshme në raport me atë që ka ndodhur në vitet 90 në kontekstin historik të faktit. Të tjerët unë i gjykoj si të pavënd edhe jo në kontekstin e dur. Xheza, jemi minutat e fundit për publikun të të mbash me tregu sonte si e ke qitë për por Muharrem Ahmetin s'ket. Mbretin e Tallavas, ta Shqipëri e njohin si mbreti i Tallavas. Ai ka thonë për shumë intervista që ka qenë Xhezairi Lezi Xheza që më ka marrë mua kur kam qenë i ri, domethënë diku nëse s'gaboj 15-16 vjet, edhe më ka qitë në skemë për herë të parë. A është e vërtetë? Është e vërtetë,